Doktori Dashnim Habibi nderohet me certifikatën e njohjes ndërkombëtare në edicionin e 14 të World Peace Letters. Doktori Dashnim Habibi, ambasadori i paqes, shkrimtar, publicist dhe studiues shqiptar, është nderuar me certifikatën e njohjes ndërkombëtare në një nga vlerësimet më prestigjioze të ndara në kuadër të edicionit 14 të World Peace Letters, organizuar nga Humanity Magazine Global. Doktor Habibi është një emër i njohur në fushën e diplomacisë kulturore, letërsisë dhe studimeve shkencore, ambasadori i paqes, ai drejton Institutin Shkencor Zviceran të Evropës Juglindore me selinë në Zvicër, një institucion që synon promovimin e kërkimit shkencor, dialogut akademik dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Vlerësimi i akorduar nga Humanity Magazine Global është një njohje për personalitetet që përmes fjalës së shkruar, veprës së tyre intelektuale dhe angazhimit humanitar kontribuojnë në ndërtimin e urave të mirëkuptimit e të paqes.